Ku e ka vendin Edi Rama, në kryeministri apo në qeli? Ramanburg! Ramanburg! Ftojmë në këtë momente në podium liderin e opozitës, kryetarin Sali Berisha! Të dashur qytetare dhe qytetarë të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë, opozitare dhe opozitarë, demokrate e demokrat, kudo që jeni, në këtë shesh, të katëran të vendit dhe jashtë tij, të nderuar deputet, drejtues të Partisë Demokratike, drejtues të forcave politike aleate, përshëndetjen më të përzemërta, ju, misionarëve të pamposhtur të Shqipërisë, ju që mblidhi sot në një nga ditët më të shënuara të historisë tonë kombëtare, 20 shkurti, është dita në të cilën 35 vite më parë, dhjetra mira, qindra mira qytetarë të mbledhur në qytetin studentëve në mbështetje të greves të studentëve liberator, greves suris për të çliruar kombin dhe vendin nga kulti i Satanit, në thirrjen e artistës së mirënjohur Raimonda Bulku dhe të protestuesve të shumt, nisen drejt sheshit Skënderbeu, të rrethuar nga të katëranët, me autoblinda, mitroloza, sniper, në një betej e cila shënon kulmin e guximit qytetarëve shqiptar, në një betej paqësore që ka shndritur dhe do shtrisë gjithmonë në historinë e revolucionit demokratik, në të cilin përmbysen shtatoren, përmbysen kultin e Satanit, kultin e Enver Hoxhës, Hitlerit shqiptar të mbas luftës, përmbysen regjimin i cilin 46 vite shtetëzoi, persekutoi, burgosi, ekzekutoi, varfroi, mjeroi më shumë shqiptarë se çdo pushtues tjetër që ata kishin njohur në tërë historinë e tyre. Nderim për jetë atyre guximtarëve që si luaj u vërsulen mbi shtatorën e diktatorit, e përmbysen atë dhe çliruan Shqipërinë nga diktatura komuniste 46 vjeçare. Miqtë e mi, 35 vite më parë, të gjithë ata që ishin në shesh, por mbar qytetarë shqiptar, kur nuk do mendonin se 35 vite më vonë do ndodheshin para një regjimi